Ndërkohë që ne jemi solidar me të gjitha vendet e prekura, përfshi pa diskutim edhe Kipro, një vend mik, i cili po ashtu u godit, edhe Greqin në shenjë të fortë solidariteti për çka ndodh në Kipro, po njëkohësisht edhe Turqin në të njëjtën kohë, që po ashtu u tentua të goditej nga një raket e neutralizuar menjëherë nga forcat e NATO-s. Për sa i takon Shqipërisë, ka pasur lloj-lloj thashëthemesh dhe spekulimesh dhe interesante është që ndryshe nga vendet e tjera në Shqipëri të keqen më të madhe ne kemi brenda dhe burimin më të madh të dizinformimit, të gënjeshtrave, të deformimit të informacionit, ne ndryshe nga tjerët nuk kemi pse e kërkojmë gjetk, sepse e kemi këtu. Dhe nga këtu është prodhuar në mënyrën më kriminale dhe të papërgjegjshme edhe një seri lajmesh për gjoja mundësinë e sulmit mbi Shqipërinë, por ju kujtoj të gjithëve që Shqipëria është antare e NATO-s dhe si kundër NATO e demonstroi qartësisht në Turqi ku goditi menjëherë një raket të ardhur nga Irani, gjë të cilën pastaj e nënvizoi bukur mirë edhe generali amerikan i komandës së NATO-s, qartësisht kjo shpejtësi reagimi dhe ky kapacitet reagimi vlen për të gjitha vendet anëtare të NATO-s me gjithë keqardhjen.